Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sërish në SPAK për aferën Partizani. Lideri i opozitës sulmoi kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani, duke thënë se ai qëndron në krye të amnistisë së krimit elektoral. Në krye të amnistisë së krimit elektoral qëndron ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39 qëndron vet Altin Dumani, shërbëtor i shpifur, i Ulsi Manjas dhe Arben Rakipit, i keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. Pra, ne kemi dorëzuar edhe gjatë fushatës me dhjetra padi. Berisha nuk i kurseu akuzat edhe për gjyqtaren e hetimit paraprak Irena Gjoka. Pseudo-gjykatësia me 5 mbiemra është një mashtruese ordinere dhe delinkuente, e pa turp, e pa cip, subjekt i ligjit, ndërsa deklaron në formularët e saj që i ka dorëzuar motrës Belinda Lubi Ballukut se nuk ka marrë ndonjëherë dënim në ndonjë vend si të kërkon formulari. Lideri i opozitës përsëriti se zgjedhjet e 11 majit u vodhën, madje tha se edhe emigrantët votuan masivisht për Partinë Demokratike. Diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike, por siç keni pa ju, kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thot fuqishëm fjalën e saj, sepse përdhosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendit. Berisha ndërkohë bëri një hap pas për incidentin që ndodhi në protestën e së premtes, ku disa nga zyrtarët e PD-s dhe qytetarët u përplasën me gazetarët. Ai tha se politikanët duhet të tregojnë të kujdesshëm në marrëdhëniet me median.